Përshëndetje, uroj t'jeni më së miri në botë të gjithë. Në këtë video do ju tregoj ca libra të cilët më kanë ndihmuar në financat e mia. Ky është libri i parë, Ligji i Suksesit. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me financat, ka të bëjë me gjithë gjërat në jetën tuaj dhe ja u këshilloj më shumti, por duhet ta rilexoni goxha herë sepse unë kam lexuar 10 herë këtë libër dhe jam akoma duke rilexuar, e kam vazhduar para 2 ditëve. Libri tjetër është Mendo dhe pasuroj, Napoleon Hill, është i mrekullueshëm, e kam lexuar 8 herë këtë libër sepse ishte goxha i vështirë për të kuptuar, por mendoj se ju do e kuptoni më së miri në botë. Provojeni dhe lexojeni, është i mrekullueshëm. Libri tjetër është Para dhe ligji i tërheqjes. Ky libër ishte i mrekullueshëm, e kam lexuar në fillimet e mia dhe ka çdo gjë me detaj brenda saj. Një tjetër libër është Shkenca e pasurimit. Është një libër i vogël, por nuk është aq i thjeshtë për të kuptuar, sepse ka praktikante që çdo njeri i cili e merr këtë rrugë duhet t'i praktikojë. Skema lëvizjes së parave. Janë libra të mrekullueshëm, të cilët do ju ndihmojnë shumë dhe do ju japin shumë ide për parat. Një tjetër libër është Psikologjia e parave, është shumë libër interesant, ja u këshilloj të gjithëve këtë libër. Dhe një libër tjetër është Pasuro me qetësinë e mendjes nga Napoleon Hill, është një libër shumë i mirë dhe do kuptoni se nuk është shumë i zorshëm, por ka praktika si çdo libër tjetër. Por duhet t'i merrni radhë me radhë, një nga një, mos i merrni gjitha bashkë, vazhdoni me një dhe praktikoni ato që ato folin.